Kryeministri me Qeu. Më ndëgjoj unë. Gjithmonë vinte ai që vinte në skenë, gjithmonë. Mirë, po fakti kush e kush artistat, se bësh edhe koncerti për bashkum, një koralet e të gjitha këto, me soliste, me orkestrante, me gjithë. Ndërkohë vjen ky që është këtu në fillim. Me Qeu. Kryeministri. Po. Unë këngën e tokës në 81-shin është fjala. Në 81-shin unë këndonja kam kënduar këngën e tokës. Nuk di pse e kënova të këngën e tokës unë. Se akoma se kemi marrë tokën, po duhet të themi se ju... Këndova këngën e tokës, po tokën se ka marrë. Këndova pra këngën e tokës. Po duhet të qenë 80, një kështu. Edhe në këtë kohë, unë isha i treti në program, ka qenë koncerti dekadës, dhe ndërkohë dalë aty në koridor, por ja. Dhe ndërkohë vjen që nuk jeton më jetë Rafmet. Kush? Okej, s'ka problem. Jo, po do të them. Nëna e Gjergj Lekës, dirigentja e famshme. Rozmari Jorganxhi. Rozmari Jorganxhi. Shumë ashtu foto kemi bërë këtu. Dhe ndërkohë, masi i takon gjithë artistët, unë nuk e di këtë, ky vjen aty për jashta, do më të del të këperdja dhe i thotë se të lutë me matrisni që ka të vlajnë e vaqës. E me ti vetë? Po. Jo, nuk ishte po, ishte... Me film me meti tani nuk ishte? Njërë, po, për momentin tim, thash, tash i kontrollova trunin në 100 e sekundit, se thash, mos kam thonë, mos kam ndryshuar në i gabim, mos... Dhe si përfundim, nuk zgjatë erdhja, ajo thotë Hysni, hajde të se të kërkon, s'diti gjore se për qarë, si që kishtë të thonë aji, edhe vjen. Thotë, a mund të dalë edhe unë me ty, thotë Hysni. Thotë, a? Po, thotë ajo. Qa thua? Për arsye, thotë, se unë, thotë, kështu e kam burrin me orgjin në Italian. Dhe thonë, Rozmaria thotë, a mund dalë dhe unë? A mund të dalë edhe unë. Qa i thiti? Mirë, bëj thash, unë nuk e di pse po më thretë, po e marrë vesh. Po, kështu ishte. Edhe në këtë kohë, ai më thret dhe ishte një gjë shumë interesante se ma thot ai që qashtë mërë ky zë ka që i bukur, thot. Qashtë ky zë, a i s'kishte fol në herë për zërin, se ishte tjetër gjë. Të drejt ka pas, i kështë shumë gjërat pa drejt, po të drejt ka pas. Faktikisht ne kemi kënu këngën e tokës, s'ka ku të shkoj. Dhe më e bukurave, thot, një zë, thot, qashtë ky zë, qashtë kjo këngë ka që bukur, thot. Shkoj unë i shketi dhe i them nënës, një gjën ti. I them, kështu erdhe më takoj, i thashon, kryeministri, e qarë tha? Po i thashon, i pëlqeu shumë këngë tokës. Po si të mos i pëlqej ati, tha, po ato, tha, na e marën tokën, tha, ne. Qa thua? Po, si më. Kush e mori tokën? Po, kush e mori tokën? Ku e di kush e mori tokën? Pushteti, asaj kohë? Ta mori me Qeu? Jo, nuk e di atë unë. Po, edhe po të them, po jo, tha, po ato në... Që tha mamaja? Po, ishin kooperativat, ishin këto, që u bo kooperativat, u bënë, a kaq. Edhe faktikisht, kënga thoshte, kjo partija jo në dha tokë, në dha pranver, rofsh mojtrimi e jo një partija e vërtet. Për mi për nënës. Tekst në këse bëlla qinako. Po e në verin e këta kunu një? Po, si e kam taku. Që të ka thënë? E kam taku. Po të shi po t'i them unë, që më ka thënë kjo e që më ka thënë aji? Jo, që të ka thënë e në verin për zërin e këshu pa? Pa se ne këndonim në atë kohë, ishte koha që do këndoje këngë tematike një. A i më thretë se shkonim palat brigadave dhe thot, po, thot me gjmija të hapë në një qikë, thot, se i vetë me unë që delja me kostum, me fustanel, kështu, si që... Ti si Fajkonica? A ti e gjithë ishe pritë zyrtare? Më lere Fajkonicën, po fakti është që duhet them, kur a ishte një kënajsi shumë e madhe, që dole se i këndoje gjitha këngët. Edhe i më përqafon, sa bukur, thot, ja pret këngën, thot, sa të motre, thot, sa bukur kështu e sa bukur. E në verin? Këta, dhe më thënë fjallë shumë të mira. Po, Vaqja me në verin ka pasur një? Qa ka pasur? E jo, e ka takuar? Po, si se ka, e ka takuar në gjitha koncertet që vinim ne, që vite, vite në skene, në verin. Vite në verin, po, si s'vin. Gjithë e lartë, në skene?
Po, ngjitej, S'ke, po, hynte. Çfarë thua? Mirë, po tashti aty sikur u ashtu një çik gjendja, domethënë kush e kush shtyj që të bëj Që të bëj foto me Enveron. që të bëj foto me Ai si tha hapur një çik? Jo, ai ishte fjala për pallat brigadave. Tjetër. I vetmi unë me fustanel. Me kostumin, no, popullor, Mirë, po i me shoqe. Ani gjënti, fustanellën, ani gjënti, e hekuroste, e bënte fije, për për gruja ime se e kishtë, po. Tani do themi dhe dy fjalë për Po, patjetër do i themi. Të shpreh, do thënë, ngushëllimet e mia, e di që ke kaluar dhe është një humbje që ti zëzvëton do të kur, por duhet të thuash dy fjalë për bashkëtorën. Është shumë e rëndë, ajo ishte njëri për krym. Njëri që ajo ishte mbështetje Valentina, ajo ishte mbështetje. Ndrit shpirti mbështetje mbështetja ime shumë e madhe. Bile kur vite që shikonte koncertet në teatrin e operës në ansambël me i fjalë. Edhe ajo thoshte, më i thoshte unë si dola, e diti tha që unë s'kam dëgjuar asgjë, s'kam dëgjuar nga emocionet, nuk kam dëgjuar asgjë, thoshte. Kështu. Do dhënë kostumin ajo ta përgatise jeshtë? Jo, koroste gjithë. Ato palët, po, shumë vështirë. Po, ato janë me 150 thek të tilla. 150. Dhe ajo një nga një merr 150. Një nga një, të gjitha e kuroste, e duke bërë edhe me një seste, duke bërë që po të ngrihesh, të ngrira. Po natyrisht. Se po të mos shifje kostumin edhe kur deli në sallë, unë fillot e dur tërkitja. Dhe aty kishte dorë edhe bashkërtia juaj. Jo thjesht kostumet. Man, po natyrisht që kishte. Ja, kështu është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Si është jeta jote pata? Neve themi jeta vazhdon, po ashtu në të mënyrë. Është shumë e vështirë që të themi si nuk mund të. Kuptoj. Kam vajzën në Itali, një gjënti. Vajza jeton në Itali? Vajza jeton në Itali. Ajo ka një vajzë. Si quhet Mbesa? Mbesa quhet Endy Sulejmani. Tani ti... Ajo është në vit 4 në Akademinë e Restaurimeve të Arteve të Bukura. Bile me... Cili qytet? Në Romë. Në Romë. Pa, vit 4, ajo nuk njeh not tjetër përveç 30-s. Tani edhe foton e profilit ti ke Mbesën. A që shumë do Mbesën? Pa si. Po ne, kur vinte këtu në Beku, nuk e kam qumër në Divjak. E morë për... Knaqe? Po se nuk ja pristin për asgjë, se ishte e vogël, tash ajo është 23-24 vjeç, është shumë e mirë, bile... Ti ke një vajzë? Unë kam vetëm një vajzë. Një vajzë. Dhe vajza ka një vajzë? Edhe vajza ka një vajzë. Po si. Edhe kjo është jashtëzakonisht e talentume. Vajza punon me ato sakrificet e veta, punon në një kafeteri, që bën kafe e kësi punësh. Ani, talentin tuaj, tëndin, edhe të vaqe, po tëndin, e trashëgon vetëm ai nipi vllajt? Si Shiko, unë, them drejtë se unë jam kaq vjeç sa jam, tash në këtë kohë, por ai është shumë i vogël, më shisa i vogël është 9 vjeç. Ai ka një flet shumë bukur anglisht. Flet bukur anglisht shumë ai. Po? Nuk e di se kush ja ka mësu, se nuk mund të mësu, nuk kanë se ka pedagog. Edhe që ta mësoj anglisht. Po ky po t'i veshre, ky çdo gjë është kaq i Zoti, kaq i mirë, kaq i mrekullueshëm, sa që them, inshallah me shpresën e Zotit, del, domethënë do dali diku. Po, vjon. Ashtu.